57 mandate ka arritur të sigurojë lëvizja vetëvendose e kryeministrit në detyrë Albin Kurti në zgjedhjet e parakohshme parlamentare të 28 dhjetorit në Kosovë. Komisioni qendror i zgjedhjeve shpalli të shtunën rezultatet përfundimtare, sipas të cilave forca e dytë ka dalë PDK me 22 mandate, për të pasuar nga LDK me 15, AK me 6, Lista Serbe me 9 dhe Partia për Liri, Drejtësi dhe Mbijetesë, Enena Adrashić me 1 deputet në legjislaturën e ardhshme të Kuvendit të Kosovës. Lëvizja vetëvendosje 51.10%, Partia Demokratike e Kosovës 20.19%, Lidhja Demokratike e Kosovës 13.24%, Alianca për Armërinë e Kosovës 5.50%, Srpska Lista 4.49%. Antarët e KQZ-s ndërkohë miratuan listat e kandidatëve të gjithë partive përveç asaj të listës serbe. Palët, sipas kryetarit të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Kreshnik Radonici, kanë të drejtë që brenda 48 orësh të ankohen pranë panelit zgjedhor për ankesa dhe parashtresa. Drejtën nuk ja u hupim askujt për parashtrimin e ankesave në lidhur me rinumërimin edhe në shpalljen e rezultatit. Arsyen për të shpallur shtunën rezultatet përfundimtare pa mbaruar procesi i ankimimit, kryetari i KQZ-s argumentoi me faktin se rinumërimi kishte zgjatur për një periudhë të gjatë dhe se shtyrja e shpalljes së rezultateve përfundimtare ndikonte në shtyrjen e proceseve të tjera, ndërkohë që sipas tij kjo shpallje nuk ishte në shkelje me ndonjë ligj.